Nëse ik një vajzë, ik prej shtëpisë së saj, janë martuar mirë, po ka ik, nuk janë martuar. Nëse ka ik, nuk ka nikah, se nikahu duhet të bëhet patjetër me lejen e prindit. Baba nuk pranon, kërkoje një herë, nuk pranon. Kërkoje për së dyti, nuk pranon. Kërkoje për së treti. Nëse të rinjët janë dakord, do të bëhet. Ose baba nuk pranon për ndonjë arsye serioze, atëherë vajza duhet të ndalet edhe të mendon, por çfarë arsye baba nuk pranon? Nëse është arsyeja tamam me sakt, vajza duhet të kthehet në mendimin e babës, nga se baba nuk e jep ashtu lehtë e vladin e vetë. Ai baba jo nan e di si e ka rrit atë, e di sa ka hek me te, e di sa ka vujt me te, e di sa sakrific ka bë për ta rrit vajzën në atë mënyrë që duhet. Dhe sot nuk e jep ashtu lehtë. E nëse baba nuk është dakord, atëherë duhet marrur serioz. Mirë po, nëse baba nuk është dakord për çfarë arsye, për ndonjë arsye e cila nuk vlen, për ndonjë arsye e cila nuk është në nivelin e duhur, për ndonjë arsye të kodë, atëherë mendimi i babës duhet të përmirësohet. Baba, nana, vajza, familja duhet të konsultohet deri të binë dakord. Mirë po patjetër të binë dakord. Pa dakordimin e tyre nuk ka martesë.